Shumica prej nesh janë rritur me një ide të thjeshtë për larjen e dhëmbëve. Merr një furçë dhëmbësh, shton pak pas, e lëviz nëpër gojë, shpëlan dhe mbaron. Duket diçka bazike, madje tepër e thjeshtë. Prandaj, kur furçat elektrike hynë në përdorim, shumë njerëz bën të njëjtën pyetje: pse ekziston kjo? A është thjesht një përmirësim luksoz, apo ka një arsye të vërtetë pas gjithë atij shurmimi dhe dridhjeje? Kjo është pikërisht ajo që do të shpjegojmë sot, këtu në History of Simple Things. Për të kuptuar pse ekzistojnë furçat elektrike, duhet të kthehemi te qëllimi kryesor i larjes së dhëmbëve. Nuk bëhet fjalë vetëm për të pasur një frym të freskët. Objektivi i vërtet është diçka që quhet pllaka bakteriale. Ajo është një shtresë ngjitëse bakteresh që formohet mbi dhëmbët çdo ditë. Nëse nuk hiqet siç duhet, mund të çojë në karjesë, sëmundje të mishrave të dhëmbëve dhe probleme të tjera që janë të kushtueshme dhe të dhimbshme për t'u trajtuar. Këtu qëndron problemi: larja e dhëmbëve në mënyrën e duhur është më e vështirë se sa duket. Dentistët zakonisht rekomandojnë të lash për 2 minuta, me presion të lehtë dhe lëvizje të vogla rrethore, por shumica e njerëzve nuk e ndjekin këtë. Disa lahen shumë shpejt, disa shtypin shumë fort, të tjerë harrojnë zona të caktuara, sidomos dhëmbët e pasëm. Pra, edhe nëse mendon se po bën një punë të mirë, mund të lësh pllaka pas. Këtu hynë në lojë furçat elektrike. Ato janë projektuar për të reduktuar sa më shumë gabimet njerëzore. Në vend që të mbështetesh vetëm te lëvizja e dorës, vetë furça bën një pjesë të punës. Qimet e saj lëvizin automatikisht duke u rrotulluar, lëkundur ose dridhur me shpejtësi shumë të lartë. Disa modele bëjnë mira lëvizje të vogla në vetëm 1 minutë, shumë më tepër se sa mund të bëjë dora jote. Por a ndihmon vërtet kjo lëvizje shtesë? Përgjigjja e shkurtër është po, por jo në mënyrë magjike. Dridhja ndihmon që qimet të shpërbëjnë pllakën më me efikasitet. Është si të pastrosh një tenxhere të ndotur, mund ta bësh ngadalë me dorë, ose të përdorësh një mjet që lëviz më shpejt dhe më njëtrajtshëm. Rezultati zakonisht është më i mirë, jo sepse mjeti është më i zgjuar, por sepse bën lëvizjen e duhur vazhdimisht pa u lodhur. Një avantazh tjetër i rëndësishëm është qëndrueshmëria. Kur përdor një furçë manuale, teknika jote mund të ndryshojë sipas humorit, energjisë apo nxitimit. Furçat elektrike e reduktojnë këtë ndryshim. Shumë prej tyre kanë komatës të integruar që të udhëzojnë të lash për 2 minuta të plota. Disa madje ndalojnë çdo 30 sekonda për të kujtuar të kalosh në një zonë tjetër të gojës. Kjo strukturë ndihmon në krijimin e zakoneve më të mira pa menduar shumë për to. Ekziston edhe çështja e presionit. Larja shumë e fortë mund të dëmtojë mishrat e dhëmbëve dhe të konsumojë smaltin me kalimin e kohës. Ironikisht, shumë njerëz mendojnë se sa më fort të lahen, aq më mirë pastrojnë, por kjo nuk është e vërtetë. Shumë furça elektrike kanë sensor presioni që të paralajmërojnë nëse po shtyp shumë fort. Kjo mbron dhëmbët dhe mishrat duke ruajtur një pastrim efektiv. Tani, le të flasim për mishrat e dhëmbëve. Mishrat e shëndetshëm janë po aq të rëndësishëm sa dhëmbët e pastër. Dridhja e lehtë e një furçe elektrike mund të ndihmojë në stimulimin e mishrave dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Nuk është një trajtim mjekësor, por mund të mbështesë shëndetin e përgjithshëm të mishrave kur kombinohet me larje dhe përdorim të fillit dentar. Një grup tjetër që përfiton shumë janë njerëzit që kanë vështirësi me kontrollin e lëvizjeve të imëta. Këtu përfshihen fëmijët, të moshuarit ose kushdo me probleme që ndikojnë në lëvizjen e dorës. Meqense furça bën pjesën më të madhe të punës, përdoruesi duhet vetëm ta drejtojë atë përgjatë dhëmbëve. Kjo e bën larjen më të lehtë dhe më pak lodhëse. Sigurisht, furçat elektrike nuk janë perfekte. Ato janë më të shtrenjta se ato manuale dhe kërkojnë karikim ose bateri. Disa njerëz gjithashtu e ndjejnë të pakëndshme dridhjen në fillim. Dhe ja një e vërtetë që marketingu nuk e thot shpesh. Nëse ke një teknikë shumë të mirë me furçë manuale, mund të mbash dhëmbët të shëndetshëm edhe pa kaluar te ajo elektrike. Nuk është një mrekulli, por një avantazh.
Pra, pyetja reale nuk është nëse furçat elektrike janë të domosdoshme për të gjithë, por nëse ndihmojnë shumicën e njerëzve të lahen më mirë. Dhe përgjigjja është po. Studimet tregojnë se, mesatarisht, njerëzit që përdorin furça elektrike heqin më shumë pllakë dhe kanë mishra pak më të shëndetshëm krahasuar me ata që përdorin furça manuale. Diferenca nuk është e madhe, por është e qëndrueshme. Ka edhe një aspekt tjetër që shpesh neglizhohet. Furçat elektrike nuk pastrojnë vetëm ndryshe, por ndikojnë edhe në kohëzgjatjen dhe kujdesin e larjes. Shumë njerëz mendojnë se lahen për 2 minuta, por në realitet ndalojnë shumë më herët. Një furçë elektrike të mban më gjatë pa e vënë re, dhe kjo vetëm përmirëson rezultatin. Një tjetër avantazh është mbulimi. Për shkak se koka e furçës është më e vogël dhe lëviz vetë, ajo arrin zona që shpesh neglizhohen, si dhëmbët e pasëm ose përgjatë vijës së mishrave. Pikërisht aty pllaka ka tendencë të grumbullohet dhe të shkaktoj probleme. Por le të jemi të sinqertë për një moment. Nëse po lan dhëmbët për 10 sekonda, po ja anashkalon netët dhe po e trajton kujdesin oral si diçka dytësore, kalimi në furçë elektrike nuk do ta rregullojë magjikisht situatën. Kjo është e vërteta e pakëndshme. Furça mund të përmirësojë mënyrën si e bën, por nuk mund të zëvendësojë një rutinë të dobët. Vlera reale e një furçe elektrike është se ajo shumë fishon efektin. Merr një përpjekje mesatare dhe e bën më efektive. Merr një zakon të mirë dhe e bën më të qëndrueshëm. Dhe për shumicën e njerëzve, ky avantazh i vogël është i mjaftueshëm për të parandaluar probleme më të mëdha në të ardhmen. Në fund, nuk bëhet fjalë nëse ke nevojë për një furçë elektrike. Bëhet fjalë nëse dëshiron një sistem që redukton gabimet e tua pa kërkuar më shumë përpjekje. Dhe për diçka që e bën çdo ditë, ky është një kompromis që ka shumë kuptim. Faleminderit që na ndoqët. Nëse keni sugjerime për videon ton të ardhshme, mos hezitoni t'i ndani në komentet më poshtë. Do të sigurohemi t'ju përmendim për kontributin tuaj. Faleminderit që u bashkuat me ne në këtë udhëtim në historinë e gjërave të thjeshta. Mos harroni të pëlqeni, të abonoheni dhe të qëndroni me ne për më shumë histori të fshehura në detajet më të vogla.